Ajo që ne quajmë sabotim, në të vërtetë nuk është një dëshirë për të dështuar. Në nivelin më të thellë psikologjik, kjo është një formë primitive mbrojtjeje. Mendja njerëzore ka vetëm një prioritet absolut, jo lumturinë tënde, por ruajtjen e vetes, ruajtjen e identitetit. Për trurin tonë e panjohura është rrezik. E njohura, edhe kur është e dhimbshme, përjetohet si territor i sigurt. Kur ti përpiqesh të ndryshosh, kur ti afrohesh suksesit ose dashurisë, po hyn në një territor të panjohur. Dhe në atë moment, sistemi yt i brendshëm panikoset. Ai nuk sheh fitoren, por sheh rrezikun e rënjes. Këtu lind ajo që mund ta quajmë dilema e madhe e vetvlerësimit. Më mirë të dështoj, sepse nuk u përpoqja mjaftueshëm, sesa të jap gjithçka nga vetja dhe përsëri të zbuloj se nuk jam mjaftueshëm mirë. Kjo është një taktikë e fshehtë e mendjes. Ti krijon vetë një pengesë që të kesh një justifikim. Gati. Dhe kështu egoja mbetet e paprekur. Le të zbresim më thellë, aty ku lindin zërat. Në fëmijëri, një fëmijë nuk e njeh botën, por e sheh veten përmes syve të rriturve. Nëse ke pasur prindër tepër kritik, nëse çdo gabim i yti analizohej me rreptësi, ti ke mësuar një rregull të padukshëm. Të jesh vetvetja është e rrezikshme. Me kalimin e viteve, prindrit largohen, por zëri i tyre nga ty nuk i kanë kurrë. Ai bëhet pjesë e mendjes tënde, bëhet gjyqtari yt i brendshëm. Është ai zë që pikërisht kur gjërat fillojnë të ecin mirë, të pshërtit me ftohtësi dhe të thotë: a je sigur që meriton këtë? O sikur ta zbulojnë se kush je në të vërtetë. Këtu lind rezistenca e brendshme. Njeriu fillon të krijojë përsëri dhimbjen e njohur. Ne rikrijojmë në mënyrë të pavetishme të njëjtat skema emocionale me partnerët tanë, me kolegët në punë, me çdo marrëdhënie. Pse? Sepse e njohura të jep iluzionin e kontrollit. Dhe tani vim te paradoksi më i madh nga të gjithë. Shumica e njerëzve mendojnë se kanë frikë nga dështimi, por e vërteta është shumë më e thellë. Ne kemi frikë nga suksesi. Pse? Se dështimi të jep një strem. Dështimi të lejon të thuash, rrethanat ishin kundër meje, bota nuk më kuptoi. Dështimi të lën në rolin e viktimës, dhe roli i viktimës ka një lloj komoditeti të hidhur. Kurse suksesi të zhvesh nga çdo lloj justifikimi. Suksesi të kërkon të mbash përgjegjësi absolute për jetën tënde. Nëse ja del mban, ti nuk mund t'ja hedhësh fajin të kaluarës. Ti duhet të përballesh me lirinë tënde. Dhe për mendjen njerëzore, liria e plotë është gjëja më e frikshme në botë. Sepse të detyron të vrasësh veten tënde të vjetër. Edhe truri përjeton vdekjen e identitetit, një lloj si vdekjen fizike. Kjo më kujton historinë e ushtarit të mbetur në ishull. Kishin kaluar dekada që lufta kishte përfunduar, por ky ushtar vazhdonte të fshihej në xhungël, vazhdonte të ruhej nga armiku dhe vazhdonte të jetonte në kushte ushtarake, sepse askush nuk i pati thënë që lufta ka përfunduar. Për këtë ushtar, paqja nuk ekzistonte. Rreziku ishte i vetmi realitet. A nuk është kjo një gjë që ne bëjmë edhe vetë sot? Disa nga ne mund të ndërtojnë mure edhe kur rreziku ka ikur me kohë. Disa prej nesh mund të largohen nga njerëzit e mirë thjesht sepse dikush tjetër na ka lënduar. Disa të tjerë shkatërrojnë mundësitë e tyre sepse mbrojnë atë fëmijën e trembur që jeton aty brenda.
Dhe këtu mund të kuptojmë diçka të rëndësishme. Vedia nuk mjafton. Ti mund të lexosh të gjithë librat e psikologjisë. Mund ta kuptosh me mendje arsyen pse po e dëmton veten. Dhe përsëri nesër të bësh të njëjtin veprim. Sepse mendja jonë ndryshon me informacion, por emocionet tona ndryshojnë vetëm me eksperiencë, me përvojë. Nuk mund ta bindim frikën me argumenta logjike. Frika nuk dëgjon leksione. Ajo bindet vetëm me veprime të reja. Ke nevojë t'i japësh vetes një përvojë të re emocionale. Për shembull, qëndro pranë dikujt dhe kur ke frikë nga afërsia. Provo të arrish suksesin dhe të shohësh se bota nuk do të shëmbet. Provo të jesh gabim dhe të kuptosh se përsëri vlera qëndron tek ty. Ndryshimi nuk lind nga lufta me veten. Ndryshimi lind atëherë kur e kupton se kjo pjesë e jotja, kjo pjesë që të ka penguar kaq gjatë, nuk ka dashur të të shkatërrojë, ka dashur vetëm e vetëm të të mbrojë. Ajo ka përdorur mjetet e vetme që kishte në dispozicion. Prandaj, hapi i parë drejt çlirimit nuk është urrejtja për gabimet e tua. Është të ulesh përballë vetes tënde, të shikosh çfarë të ka trembur dhe t'i thuash me qetësi të plot asaj pjese, faleminderit që u përpoqe të më mbrojë gjithë këto vite, e kuptoj pse e bëre, por sot mund ta përballoj jetën pa ty.